Vllaznia do të presë të mërkurën Dinamo në Loro Boriqi në ndeshjen e parë gjysmëfinale për Kupën e Shqipërisë. Në prag të kësaj sfide ka folur edhe trajneri i kuqebluve Tomas Brdarić, teksa tha se objektivi i vllaznisë është finalja e Kupës së Shqipërisë. E nisëm ndeshjen mirë me Teutën, por do të jetë vështirë dhe ndryshe kundër Dinamos. Nuk është se kemi pasur shumë kohë. Do të rregullojmë disa defekte. Ata kanë strategjinë e tyre, por ne duhet të interpretojmë lojën tonë. Objektivi është i mundim. Kemi bërë një sezon të mirë dhe nëse jemi të gjithë të gatshëm, jemi shumë të fortë. Duhet të fokusohemi 100%. Futbollistët duhet të tregojnë aftësinë e tyre. Duhet të kemi një balancë, të jemi efikas në sulm dhe të mbrojmë portën. Nuk duhet të mendojmë që janë shumë ndeshje. Është privilegj të kemi ndeshje si në kupë dhe në kampionat. Të qëndrojmë objektivave që të shkojmë në finale dhe të jemi pozitiv para dhe pas ndeshjes. Brdarić i pyetur për titullin kampion tha se ka besim se vllaznia mund të arrijë. Besoj që një herë do të jetë koha jonë, të gjithë besojmë. Ne e dimë si funksionon futbolli. Në disa raste është i vështirë, në disa raste të tjera është më ndryshe. Megjithatë, ëndra ime por edhe e tifozëve është titulli kampion dhe do të punojmë të gjithë së bashku për këtë. Ndeshja e radhës për vllaznin ndaj Dinamos do të jetë e vlefshme për gjysmëfinalen e parë të Kupës së Shqipërisë dhe do luhet ditën e mërkurë duke nisur nga ora 19 në stadiumin Loro Boriqi.